Në heshtjen e dhomës së spitalit, një vajzë e vogël dhe e bukur me emrin Ariel shtrihej në shtratin e saj të vdekjes. E rrethuar nga bipa të qeta të pajisjeve mjekësore dhe bëshpëritjet e zbutura të stafit të spitalit, ajo mblodhi forcat për të shqiptuar fjalët e saj të fundit. Ajo që tha i tronditi prindërit e saj dhe u theu zemrat. Ariel ishte një fëmijë e jashtëzakonshëm, prania e së cilës kishte një efekt transformues tek të gjithë ata që takonte. Para lindjes së saj, prindërit e saj përballeshin me vështirësi serioze në martesën e tyre. Megjithatë, me ardhjen e Arielit ndodhi një ndryshim i thellë. Buzëqeshja e saj ngjitëse dhe personaliteti i saj i ndritshëm mbushën jetët e tyre me aq shumë gëzim, saqë konfliktet e tyre të mëpashme dukej sikur u zhdukën. Në vend që të qëndronin te plagat e së kaluarës, ata filluan të gëzoheshin për lumturinë që vajza e tyre solli në shtëpinë e tyre, duke ripërtrir dashurinë dhe duke forcuar lidhjen mes tyre. Ariel kishte një mënyrë unike për të nxjerrë në pa bukurinë e jetës dhe prania e saj i bëri prindërit e saj jashtëzakonisht të lumtur. Ata e shikonin me kënaqësi teksa arritej në një fëmijë plot energji dhe shëndet të mirë. Ariel luante sporte të ndryshme, por njëri prej tyre i fitoi zemrën më shumë se të tjerët, siç mund ta imagjinoni, duke pasur parasysh popularitetin e futbollit në Amerikën e Jugut, ai ishte pasioni i saj. Kur Ariel ishte vetëm 5 vjeçe, ajo i u bashkua ekipit të futbollit për të rinjt në lagjen e saj. Ajo i u përkushtua stërvitjeve të saja, duke ruajtur buzëqeshjen e saj të veçantë gjatë gjithë aktiviteteve të lodhshme. Qëndrimi i saj pozitiv dhe hirshmëria e saj e bënte atë një model për të tjerët, pasi ajo jo vetëm që luante lojën, por gjithashtu ngrinte moralin e shokëve të saj të skuadrës. Atë sezon prania e Arielit në fushën e futbollit ishte një faktor kyç në fitimin e titullit të kampionatit nga ekipi i saj për herë të parë pas shumë vitesh. Megjithatë, kur sezoni tjetër filloi dhe ndeshjet kualifikuese nisën, Ariel mungonte. Kjo ishte e pazakontë për të, veçanërisht duke marrë parasysh dashurinë e saj të thellë për sportin dhe për kushtimin e saj në sezonet e mëparshme. Trajneri i hutuar dhe i shqetësuar nuk mund të mos pyeste për mungesën e saj. Duke qëndruar në qendër të fushës së futbollit, ai nxori telefonin dhe thiri baban e Arielit. Kur ai e mori thirrjen, zëri i tij ishte i mbushur me ankth. Trajneri, duke ndjerë seriozitetin e situatës, pyeti me alarm: "Çfarë ka ndodhur?" I kapluar nga pikëllimi, babai i Arielit shpërtheu në lotë dhe tingujt e dëshpërimit të tij u ndëgjuan në telefon. Në këtë moment kritik, prindërit e Arielit ishin ulur pranë shtratit të saj të spitalit, duke vëzhguar se si ajo flinte më thellë se zakonisht, por duke i dukshëm me zbet dhe me dobët. Shqetësimi ishte shtuar vetëm disa ditë më parë kur Ariel kishte filluar të përjetonte simptoma shqetësuese. Ajo ankoi për dhimbje në krahëror dhe mavjosje të lehta. Gëzimi i saj i zakonshëm ja kishte lënë vendin lodhjes, aq të madhe sa që të zgjojë çdo mëngjes ishte një sprov për të, duke penguar të merrte pjesë në stërvitjet e futbollit. Prindërit e saj, duke luftuar me frikën dhe pasigurinë, morën shpejt vendimin për ta çuar në spital. Duke kuptuar rëndësinë e simptomave të saj, mjeku tha se do të kryente disa analiza për të përcaktuar shkakun e gjendjes së vajzës. Kur rezultatet përfundimisht mbritën, ato treguan një diagnozë që ishte aq e papritur dhe serioze. Me një ton të trishtuar, mjeku i u drejtua prindërve të Arielit, duke përgatitur ata për lajmin e vështirë. "Më vjen keq, por kam lajme të këqija", filloi ai. Ariel duket se ka limfom të shkallës së tretë, e cila është një lloj kanceri që prek sistemin limfatik, i cili është pjesë e sistemit imunitar që ndihmon në luftimin e infeksioneve. Dhe fatkeqësisht, sëmundja është e përhapur tashmë në pjesë të tjera të trupit të saj, tha mjeku. Nëna Arielit, e tronditur nga lajmi, shpërtheu në lotë dhe pothuajse humbi ndjenjat. Por, pavarësisht lotëve, ajo arriti të pyeste: "Sa kohë i ka mbetur për të jetuar, doktor?" Mjeku u përgjigj me kujdes: "Është e vështirë të thuhet. Mund të jetë vetëm 6 javë ose deri në 6 muaj. Ndonjëherë pacientët reagojnë mirë ndaj trajtimit dhe jetojnë më shumë vite. Është e paparashikueshme. Megjithatë, me kancerin, veçanërisht në fazën e 3 ose të 4, kjo është një sëmundje e pashërueshme, që do të thotë se çështja është më shumë se kur sëmundja do të çojë në vdekje. Ne do të shqyrtojmë të gjitha opsionet e mundshme të trajtimit për t'i siguruar Arielit kujdesin dhe rahatin më të mirë." Ishte e vështirë për prindërit të kuptonin se si një fëmijë kaq i vogël dhe aktiv mund të vuante në heshtje nga një sëmundje fatale. Nëna Arielit ishte e dërmuar nga pikëllimi, duke qarë vazhdimisht dhe duke rënë në një depresion të thellë dhe izolues. Gjatë kësaj kohe të vështirë, ajo u distancua nga burri i saj, i cili qëndronte i qetë gjatë gjithë vuajtjes, duke luftuar në heshtje me emocionet e tij.
Duke u kapur pas një fije shpresje, Ariel dhe prindërit e saj filluan trajtimin. Çdo javë, infermierët e lëviznin me kujdes Arielin në shtratin e saj të spitalit për në një dhomë tjetër për seanca të trajtimit. Atje në dhomën e trajtimit, ajo ju bashkua shumë pacientëve të tjerë, të rinj e të moshuar, të cilët gjithashtu po luftonin me lloje të ndryshme të kancerit. Gjatë trajtimit të saj, Ariel vuri re se përballë saj ishte ulur një djalë, flokët e të cilit kishin rënë të gjitha, një shenjë e qartë e betejës së tij me kancerin. Megjithëse ishte i lodhur dhe mezi mbante sytë hapur, ai arriti të buzëqeshte kur Arielin e pa. "Ti duhet të jesh e re këtu," tha ai me zë të butë. "Unë quhem Tomi." Ariel shpjegoi arsyetimin e saj me një qetësi të vendosur. "Nuk ka asnjë kuptim për mua të jetoj kështu. Përveç kësaj, për mua është thjesht çështje kohe. Të paktën nëse e bëj këtë, mund të vdesë e qetë dhe të ndihmoj fëmijët e tjerë që vuajnë. Fëmijë si Tomi vërtet kanë një shans për të mbijetuar," tha Ariel. Fjalët e saj ishin plot qartësi dhe vetflijim, që prekon thellë zemrat e prindërve të saj. Pas një bisede të gjatë dhe emocionale, prindërit e saj ranë dakord për dëshirat e saj. Ata u konsultuan me mjekët për të bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për dhurimin. U vendos që Ariel do të dhuronte të gjithë palcën e saj kockore për Tomin, pasi palca e tij kishte ndaluar së prodhuari qelizet e kuqe të gjakut. Ariel vendosi ta mbante të fshehtë vendimin e saj nga Tomi, duke pasur frikë se ai do të përpiqej ta ndalonte. Në vend të kësaj, ajo komunikoi qëllimet e saj në një letër të ndjerë. Në të, Ariel shprehte besimin e saj në potencialin e Tomit dhe bindjen se ai do të arrinte gjithçka që kishte ëndërruar. Ajo ngushëlloi duke i premtuar se edhe pse nuk do të ishte më pranë tij në tokë, do ta shikonte nga qielli. Kur Tomi më në fund mësoi se Ariel ishte donatori i tij, ai mbeti i tronditur dhe thellësisht i pikëlluar. Megjithatë, ai gjeti një ngushëllim të hidhur në faktin se Ariel nuk po vuante më. Fal dhurimit të saj të vetfliuar, Tomi bëri një rikuperim të jashtëzakonshëm. Transplant i palcës kurrizore ishte i suksesshëm dhe ai përfundimisht u lirua nga spitali. Edhe pse mbante mbi supe peshën e sakrificës së Arielit, ai gjithashtu mbante edhe shpresën dhe shpirtin e saj. Tani më shumë se kur, ishte i vendosur të realizonte ëndrrën për të cilën kishte folur së bashku. Rikuperimi dhe jeta e tij e mëvonshme ishin një homazh për bujarinë dhe mirëqenien e paharrueshme të Arielit. Vetëm një muaj më vonë, Tomi shprehu mbinjohjen e tij të thellë ndaj prindërve të Arielit dhe stafit mjekësor që e kishin bërë të mundur këtë dhurim që i shpëtoi jetën. Çdo ditë, Tomi shikonte nga qielli dhe falenderonte engjëllin e tij, Arielin, për dhuratën më të madhe. Një jetë të dytë.